Shqipëria po përjeton kulmin e sezonit turistik me një numër vizitorësh që pritet të arrijë rreth 6% e popullsisë së vendit. Rreth 66.3% e tyre hynë në vend nga pikat kufitare toksore me automjetet personale. Megjithatë, në shumë prej akseve kryesore, drejtuesit e mjeteve përballen me një problem serioz, mungesën e vizimit horizontal dhe të sinjalistikës bazë. Në kulmin e lëvizjes së automjeteve, rrugët e pavizuara shtojnë rrezikun e aksidenteve, veçanërisht gjatë natës apo në kushte të pafavorshme atmosferike. Mungesa e vijave ndarëse krijon pasiguri në qarkullim dhe vështirëson orientimin e drejtuesve të mjeteve. Problemi prek dhe automjetet moderne të turistëve të huaj. Sisteme sigurie si lane assist që ndihmojnë në mbajtjen e korsis, dalin jashtë funksionit kur mungon vija ndarëse në rrugë. Nga ana tjetër dhe sinjalistika vertikale shpesh krijon konfuzion. Në shumë segmente, tabelat e kufizimit të shpejtësisë vendosen çdo 200 deri në 300 metra, me ndryshime të shpeshta dhe pa një logjik të qartë teknike. Ndërkohë, autoritetet kanë investuar në kamera inteligjente dhe monitorim me dron për kontrollin e qarkullimit, por ekspertët thonë se përpara se të rriten masat ndëshkuese, duhet të plotësohen standardet bazë të infrastrukturës rrugore. Çdo muaj përmes sistemit të prokurimeve publike, hapen tendera me vlera prej miliona eurosh për mirëmbajtjen e rrugëve, megjithatë në terren mungojnë elementet më bazik të sigurisë. Në kulmin e sezonit turistik mbetet ende pa përgjigje pyetja ku përfundojnë fondet e destinuara për mirëmbajtjen e akseve rrugore.